Përshëndetje nga sofra shqiptare, sot motra dashura me ju dëndoj recetën e tavës me muskuj viçi dhe perime, një tavë shëndetshme, plot shije, besoj se kam ju pëlqy receta kur ta shihni video në vazhdim. Muskujt e viçit janë zier mjaftueshëm, atëherë i largojna nga zjarri, i lajnë shtu afër zjarrit. Morim një tigan tjetër dhe në të hedhim një qep të coptuar, imët, gjithë përbërësit e kësaj tave i kam coptuar më herët për arsye kohe, pra na duhet një qep mesatare, kam coptuar imët, një spec jeshil, një spec i kuq, një kungullesh dhe 4-5 këpurdhra të freskëta, të cilat të gjitha i kam coptuar kështu mirë, i kam larë dhe i kam pastruar. Tek qepa shtojmë pak vaj, dikun 50 ml, dhe në temperaturë mesatare do e fërgoj qepën derisa të fillon ajo të skuqet pak, njëkohësisht dhe do zbutet duke e përzier kështu vazhdimisht. Qepët janë zbutur mjaftueshëm, kanë marrë një ngjyrë kafe të hapur, atëherë i hedhim gjithë perimet tjera, kungulleshkën, këpurdhrat, specin e kuq, specin jeshil dhe i fërgojmë kështu, duke i përzier, mirëpo do ja shtoj dhe melmeza tash, një lugë të mesme me biget ose biget mund t'i shtoni sipas dëshirës dhe do i hedhi pak hudhër pluhur, kurse ju mund t'i shtoni dhe hudhër të freskët. Dhe vetëm se e përzijin, gjithë përbërësit të zbuten, fërgohen dikun, temperatura duhet të jetë e mesme dhe i përzijin vazhdimisht dikun për 7-8 minuta. Perimet janë fërguar, janë zbutur njëkohësisht, tash do ja hedhim dikun rreth 300 ml me salcë. Domatësh unë e kam bërë në shtëpi dhe e kam bluajtur në blender, kështu do ja shtoj të tërën, dhe do e fërgoj kështu vetëm se për 2 minuta me salcën, derisa ta marrim perimet salcën e domatëve. Perimet e kanë marrur mjaftueshëm salcën e domatëve, tash tiganin do e largoj nga zjarri që perimet t'i kaloj në tavë. E marrë një tavë dheu dhe do i kaloj perimet. Zakonisht kjo tavë përgatitet në tavë bakri, por në mungesë të saj do e përgatis në tavë dheu. I kaloj perimet e fërguara, kanë një aromë zakonisht të shijshme për hapi kështu. Pasi kam hedhur perimet e fërguara në tavë, atëherë marr muskujt e viçit dhe do i hedhi sipër, mirëpo në fillim do shtoj pak nga qepët dhe këpurdhrat që gjenden tek lëngu i mishit, njëkohësisht do shtoj edhe pak lëng mishi, kështu dikun një garushë ose 2, dhe do ja shtoj sa të mundem karrotat dhe qepët. Besoj se është mjaftueshëm. Tash marrim muskujt e viçit dhe i vendosim kështu në mes të tavës. Pak mishi do i hedhim vaj, vetëm se do e sfërkosim kështu me vaj. Dhe tavën do e fus në furrë të nxehtë 220 gradë, të cilën e kam nxjerrë paraprakisht, dhe tavën do e pjeki në atë temperaturë për 25 minuta. Tavën e kam larguar nga furra, ka një aromë jashtëzakonisht të mirë, e lojmë që të ftohet dhe është gati për konsumim. Dhe tava është ftohur pak, është gati për konsumim, ta largojmë kështu pak dhe ta shihni se si ka dalur,
në mbrëmësi, vërtet është shumë e mirë, ka shijen, besoj të mirë, kështu si që ka pamjen dhe aromën. Pra unë kam përgatitur për 2-3 persona, kurse ju në qovë se përgatitni për më shumë, atëherë vetëm se do shtoni masat e perimave dhe të mishit, dhe s'na ka ngelur asgjë tjetër vetëm se ta shijojmë këtë pjatë të bukur dhe të shijshme. Gjithë motra që përgatisin këtë tavë në këtë mënyrë, ju bëft mirë. Motra që më përkrajnë receta në video, ju faleminderit, mirëmbëjtje nga sofra shqiptare, deri në recetën e radhës.